në hasmëri nuk janë me askënd, andaj pritja është e ngrohtë për të gjithë. Për dallim nga tubimi i 35 vjetëve më parë në këtë zonë që për synim kishte pajtimin e gjaqeve, ndërmjet personave anë mban Kosovës në prezencën e mbi gjysmë milioni njerëzve, kësaj radhe ishte krejt më ndryshe. Në kujtim të tubimit më të madh të organizuar ndonjëherë, qytetare mysafir të enjtën jam mësyen, vendit që njihet si Verat e Lukës në Deçan. Me t'i zënë vendet, disa fjalë nuk i kurseu kryetari i kësaj komune, që është edhe organizatori i ceremonisë, Bashkim Ramosaj. Konsiderohet ngjarja më e madhe historike në vend për lëvizjen e kohës. Krahas mirënjohjeve që ai i udhëroi atyre që dhanë më së shumti kontribut në këtë nismë, në objektin ku morën vendimet u zbulua edhe një pllak përkujtimore. Gjaqet që u falen veç me 1 maj të 1990-s, me nismën që u inicua nga studentët të paraprir nga Anton Qeta, qenë goxha në numër. Dikun janë pajtuar 104 gjaqe, e shumë gatresa ato, ka shkuar në një pushtet okupus, me shkuar aq mirë çështja, ajo ka qenë diçka e pamundshme që një popull mundet me bë. Ky tubim i kaloi krejt pritshmëritë e inicuesve. Nuk e ka prit askush numrin thëmë drejt ashtë madh. Ne kem shpresuar që do të jetë një numër shumë masiv, mirë po mbi gjysmë milioni shqiptar, historia shqiptare nuk njeh tubim më të madh. Kjo iniciativë shumë shpejt u shndrua në gjithë popullore, duke pajtuar mbi 1000 gjaqe e ngatresa.